14 shkolla të mesme të Bashkisë së Shkodrës u bën pjesë e kampionatit Shkodra Youth Cup, ku nxënësit morën pjesë në aktivitete sportive në përballjet në futboll dhe volejboll. Në fakt, Shkodra Youth Cup vjen për herë të parë, pra si njërisi në qytetin e Shkodrës, ku kanë qenë të angazhuar plot 14 gjimnaze publike dhe private të qytetit të Shkodrës. Dhe mund të them me plot bindjen që ne kishim një objektiv shumë të qartë në momentin që filluam këtë edicion, që ishte të bashkonim të rinjt përmes sportit, por jo vetëm. Dhe sot në finalen e dytë tashmë, pas finales së futbollit në fushën sportive Reshit Rusi, mund të them me plot gojën që ne ja kemi arritur qëllimin për të bashkuar këta të rinj dhe për të sjellë emocionet e këta. Ajo çfarë bëri padyshim të veçantë këtë eksperiencë ishte edhe përfshirja e gjimnazeve nga njësitë administrative. Pra, jemi mësuar zakonisht që 2-3 gjimnaze ato që janë më në zë të jenë në qendër të çdo aktiviteti, por Shkodra Youth Cup ka qenë e çdo gjimnazi ku kemi parë një angazhim të jashtëzakonshëm nga gjithë këto gjimnaze dhe shumë prej tyre kanë arritur në fazën gjysmëfinale dhe tashmë edhe në finale. Ata e vlerësojnë këtë kampionat dhe shprehen se vitin e ardhshëm dëshirojnë të përfshihen më shumë sporte që gara të jetë më e fortë. Unë jam Majsë Beqir, jam nga gjimnazi 28 nëntori, këtë vit në vitin e tretë. Për mua ka një eksperimentë dhe shumë vajzat e tjera dhe djemt të tjerë gjatë gjithë këtij kampionati Shkodra Youth. Ka një eksperiencë shumë e bukur sepse nëpërmjet këtij ne kemi arritur që me ndërtu marrëdhënie shumë të mira me një tjetrin, por gjithashtu edhe me tregu talentet tona në fushat e ndryshme të sportit. Unë jam Meister Kopliku, vin nga shkolla Osokuka dhe eksperjenca ka qenë shumë e bukur. Duke marrë pjesë në këtë ndeshje është fantastike. Ritmi ka qenë super mirë, domethënë vajzat janë të mirëkuptuar me njëra tjetrën dhe shpresoj që edhe ndeshja sot të shkojë mirë. Në finalet e kupës në volejboll për femra u përballën Gjimnazi 28 nëntori dhe Osokuka, ku fituese dolën vajzat e 28 nëntorit, ndërsa për djem u ndeshën Jordan Misja dhe Adem Haxhia, ku fitues dolën djemtë e Gjimnazit Jordan Misja.